Kontrolli i lartë i shtetit ka dërguar për ndjekje penale drejtorin e njësisë së menaxhimit të projektit të rrugës Tiranë-Elbasan, Aksel Qorduka. Në një komunikat për shtyp, KRSH sqaron se nga auditimi në këtë njësi u konstatuan pagesën dhe kontraktorëve privat të dhëna në kundërshtim me kontratën e punimeve, si dhe keq menaxhim i fondeve. Auditimi i kryer në këtë njësi të Autoritetit Rrugor Shqiptar ka zbuluar se për këto shkelje është shkaktuar një dëm ekonomik në buxhetit të shtetit në vlerë mbi $2.4 milion, por është konstatuar dhe një keq menaxhim fondesh me vlerë mbi $4 milion që çon në $6.4 milion totalin e dëmit ekonomik dhe shpërdorimeve për këtë segment. Një prej shkeljeve më të rënda është zbuluar në usekun e mulletit, ku kanë rezultuar defektoze disa nga punimet e realizuara nga kontraktori. Këto punime po përsëriten, ndërkohë që kompanisë kontraktore nuk i është faturuar vlera $1.6 milion e këtyre punimeve që po kryen për fajin e saj. Më tej KRSH sjell në vëmendje një faturë prej $137.000 shpaguar kontraktorit për segmentin tuneli Krapës-Elbasan, ndërkohë që pagesa e saj është përfshirë në pagesat e segmentit Sauk tuneli Krapës. Një tjetër faturë prej $286.000 është shpaguar nga autoriteti rrugor për punime që janë certifikuar, por ndërkohë punimet nuk janë realizuar akoma. Ndërtimi i segmentit Tiranë-Elbasan ju dha nga qeveria Berisha firmës greke Kopriaktor në vitin 2012. Punimet zvarriten prej kohësh që në çastin kur kompania kërkoi shtesë fondesh për shkak të disa shembjeve që ndodhen në zonën Pranibës vitin e shkuar, shembje të zhytën në borxhe kompaninë. Në mesin e këtij viti u raportua se kompania kishte 2 miliard lekë borxhe të krijuara nga kredite marra. Gjatë vitit 2015, disa shoqëri përmbarimore bllokuan në QKR llogaritë dhe kuotat e firmës Aktor.